Edmond, përshëndes. Përshëndetje. Një seancë e rëndësishme, madomendja, për tragjedinë e Tempit, e cila shkaktoi 53 viktima, 14 figura politike në mos gaboj që dyshohen, pohetohen për këtë tragjedi, mes tyre edhe kryeministri Mitsotakis, cilat janë pritshmërit për këtë seancë të jashtëzakonshme. Kemi një reaksim të debatit publik e kryesisht atij politik rreth zhvillimit të aksidentit tragjik të Tempit, ku humbën jetën 53 të rinj dhe të reja, në një mënyrë tepër tragjike, ku për shkak të burokracive apo të pengesave apo të ndërhyrjeve, siç u konstatua në vëzhgimin e sipër, të zhdukjeve të provave në vendin e ngjarjes, riktheu edhe një herë debatin politik i që është kërkuar nga shumë partitë, kryesisht nga partia e opozitës PASOK-u, që të ketë një komision hetimor i cili do të çojë model për gjykim si për përgjegjësi administrative penale, por dhe ato politike të gjithë figurave të implikuara në këtë skandal apo Kemi një shkëputje, do të presim vetëm pak për të rilidhur edhe një herë me gazetarin Edmond Guri për të kuptuar diçka më shumë rreth, siç e thash, kësaj seance të jashtëzakonshme, e cila pritet që të përfundojë me një votim i cili rezultati do të ketë pas mesnate. Jemi rikthyer, Edmond, po mund vjosh. Po, ndjes, pra siç e thënë më herët, është hera parë që implikohen figura politike, të pak në historinë postmoderne greke që nga vitet 90, e vetme figurë që është politike që është dënuar në Greqi ka qenë Akis Haxhopoulos, askush tjetër nuk është dënuar. Dhe këtë radhë, për shkak të zemrimit të gjë në opinion, është parë nga opozitat e partitë e tjera të vogla, deri dhe akuza për tradhti, siç u thatë në reportazh. Gjithsesi pritet për të parë se si do të vijojnë kjo çështje. Duket që partia në pushtet ka bërë të gjitha përpjekjet e duhura për të zvogëluar apo për të hequr përgjegjësitë penale kryesisht për figura më të larta që janë ministrat apo edhe vetë kryeministrit nga e gjithë kjo tragjedi e madhe, e cila në fakt nuk është vetëm tragjedi për humbjen e 53 viktimave, por e fshe nga pas edhe korrupsion, edhe papërgjegjësi të individëve të figurave të implikuar në këtë ngjarje, ku bëhet fjalë për një kontratë e cila ka tërhekur më shumë se 900 milion euro, të cilat në fund rezultoi që nuk kishte shkuar në destinacion dhe ka pasur mungesa të theksuara në infrastrukturën kurrëzore, në parametrat e sigurisë, që e cila çoi në këtë aksident tragjik që siç dihet tashmë 53 viktima. Po, qartë. Edhe një pyetje për sa i përket kësaj ngjarje, Edmond. Kemi pasur fakte të reja, hetime shtesë, për këtë arsye u rikthye edhe një herë ky debat për tragjedinë e Tempit dhe diçka të fundit. Mitsotakis është akuzuar deri për tradhti ndaj Adheut. Nëse votohet kundër tij ditën e sotme në këtë seancë të jashtëzakonshme, çfarë ndodh me të? Mund shkohet deri në nisjen e gjykimit ndaj kryeministrit të vendit? Zhvillimet e fundit kanë lidhje me faktin që janë ndryshuar 2 herë grupet hetimore, si dhe prokurori i çështjes. Prokurori i çështjes ka ngritur një kryazor ku ngrihen, të themi, dyshime dhe përndjekje penale të figurave të larta politike, kryesisht ministrat dhe ish-ministrat, për shpërdorim detyra apo për mungesë papërgjegjësie në funksionimin e tyre, pra në ushtrimin e detyrës së tyre. Nga ana tjetër, akuza për tradhti kombëtare ngrihet nga disa parti të vogla, të cilat më shumë është politike se është vërtet mund të qëndrojë penalisht apo mund të ketë diçka reale në saj. Është më shumë një kryazor politike që partitë e vogla, kryesisht ato të ekstremit djathtë apo disa parti të tjera të krijuara rishasi, që kanë disa pjesëtar në parlamentin e Greqisë, pa disa deputet, e bëjnë më shumë për të vëmendjen e opinionit publik. E gjitha kjo është në sferën politike, por mbetet për të parë përfundimisht se cila do të jetë roli dhe kompetencat e komisionit hetimor, i cili do të jetë definitiv dhe ai do të përcaktojë nëse do të ketë apo jo ndjekje penale për figurat që thamë më herë, pra ministrat, ish-ministrat dhe çdo drejtor dhe person përgjegjës për këtë tragjedi.